Nën këtë qati që të premten e kaploi zjarri, jetonin 10 antar të familjes Hoxha nga fshati Bibaj i Ferizajt. Po, shkaktari kryesor ka qenë kjo kabla e hidraporit të ujit. Po. U prisha shtike e këna zgatë me qëtër kabel në shtike në nina, e që kabla u rruk, janë rruk edhe përdet, dhe ta mo, po dhjetë se ka ndohë. Kur nisi zjarri, shumica antarëve të familjes nuk ishin brenda. Janë kanë edhe shumë që janë kanë nina, po këta kanë dalë shpejt, edhe i ka largus mirë, na ka telefoni neve, mu dhe djallit, na kena orë këto. Kur këna mëri këto, djallit të minuti, ojnë t'i kosh me ana, ka nga me si gjamin, a e ka prej pulpit në kamës këto. Ky i fundi që u lëndua si pasojë e futjes në flak është duke u trajtuar në QKUK dhe gjendja e tij është jashtë rrezikut.